që të gjeta, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ditë të mbar, javë të mbar, gjithçka mbar. Fillojmë një muaj të ri për një ditë si bje, sot data 30. Po më po thjesht muaj është ama. Ça bëri 31, ça bëri 1, asnjë gjë. Ora është ndruar. A kjo është më e mira. Kjo është më e mira, se duket dita e gjatë. Jo se s'kishim çfarë të bënim, po. Se shumica thonë që duhet të flem më pak. Po që do më të jetë dita mini fundë do ti. Ne duam maksi vetë në mosh, maksi duam edhe ditën. Mirë, nisim me gatimin. Me barbunja. Që kanë dalë në treg, kemi parë. Po. Gjë që bëj direkt. Këtu kanë vënë një vezë këtu. Shtilet, bardhat, ato topollat që janë për sallatë. Kam një recetë edhe supë, një supë të thjeshme me patate me spinaq, por ama vendos edhe një vezë për t'i dhënë atë shijen e dur, do vendosa që të vë një ovital, kështu një vezë të kuqe, nuk e di, jam gjithmonë pro këtyre ngjyrave të kuqe, sepse unë ashtu e shoh jetën. I see red. S'ka, nuk. Vetëm të kuqe? Është anglishtja ime është e papërballueshme, nuk mundem dot më. Më del në çdo fjalë. Atëherë, jetën nxjerrë të kuqe me gjithçka ju shoh të kuqe. Dhe ato letrat që përdor ti më jep njërën, ja kështu më duhet të mënyi. Jo, në rregull dhe ti jesh shumë mirë. Dëgjoj, nuk mbaja mend që më kanë vendosur mikrofonin. Jo, më thjesht bëra një kështu. Ula kokën për të parë mikrofonin. Ta rregullon regjia në moment. Barbunjat me patate apo pa? Po, barbunjat jo, thjesht pa patate. Pra kam qepën, patjetër vendos direkt në tenxherën e nxehur, vendos vajin që mos të digjet vaji, sepse e dim shumë mirë, që vlerat e vajit janë kur vaji nuk digjet. Direkt unë do të vendos qepën dhe sipas radhës kam domate, sikur se kam edhe salsën. Në të kundërt keni domate bëjnë një salsë njësoj është, kam hudhër, kripa, piperi, këtu kam bishta spinaci. Sepse kam një recetë dhe bishtat të spinaqit, po. Sërish këtu kam edhe bishtat të majdanozit dhe të koperit. Bë një përzierje dhe pak ose fare krip, se është ai rituali që themi gjithmonë. Ku është qepa, s'kam nevojë të them më krip sepse dihet që më duhet kripa. Edhe ndihmon për të zbutur, po merr dhe shije që do të ketë gjella. Një trazim dhe e mbyll. Të marr një spango. Ja, spangon e kam këtu spangon. Ja, kemi nxjerrë aty. Dare se spangon e di unë që e kam, po. Të vëdhe syuskat dhe vendos. Një spes djeks. Ja, dhe bimët e tokës tonë që janë të pafundme. Pra, kam finok, normalisht kam edhe sherebel. I jap një trazim, një përzierje të nxjerrës aty dhe një lidhje. Ja këtu. E lidhim sepse më pas do ta heqim, do lëshojnë ato aromat. Do lëshoj këtu. Do ta zbus me pak ose fare ujë. Dhe ujë nga bimet aromatike është gjëja më e duhur. E përziej sërish. Nxehtësinë e kam vënë maksimale, apo e shoh që shumë në rregull. Domatet për gjysmë. Përse ju shikoni gjithmonë që në shumicën e rasteve unë përdor pomodorini? Sepse ka shijen më të mirë. Dhe të them të drejtën, jam më se e sigurt me pomodorinin. E keni vënë re që domatet për shembull ky sezon e shoh që si ka dhe aq të mira, janë në formën e kauçukut. Nuk e di, një vit janë të mira, një vit e kanë si puna e pemëve të agrumeve, që një vit bëjnë e një vit janë pak. Kumllave apo mollë. Unë zgjodha që të kem pomodorinin, gjë që i ndaj për gjysmë. Dhe patjetër, për t'i dhënë një shije akoma dhe më të fuqishme, unë përdor edhe hudhrën. Jo domosdoshmërisht, sikur nuk është edhe domatja. E të lej pak duart, sepse i ndjej që... Barbunja kemi sot në recetën tonë të parë, një recetë shumë e shishme dhe mbi të gjitha përbërësit që unë do t'i lexoj tani në të shkruar, në recetën tonë të shkruar, do të kuptoni se sa e shëndetshme është receta.
mashurka apo barbunja, se në zonat të ndryshme i thonë o barbunja o mashurka, për të cilën ju duhet 1 kilogram mashurka. Kemi zërë mashurkat e bardha sot, kemi 1 qep të grirë imët, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 2 domate ose 1 lugë salcë domate, ose mund të zgjidhni 1 grusht me pomodor, 2 filxhan të vegjël me ujë, krip piper i zi dhe koper ose majdanoz. Siç e pat, në një spango lidhëm sherebelën, kanelën edhe një spec djegës për t'i dhënë një ekstra shije. Për të pasur sigurisht vajin e ullirit që e përdorim. Patjetër, vendos edhe që të zbutet sërish qepa, ka filluar të zbutet, patjetër. Këtu kam bishtaja që po them këtë radhë. I përzihe me pak, kësfare krip. Barbunja, mashurka, 3 emra. Dhe i kaloj në tigan. Pra do t'i skuqim pak, se lëshojnë dhe ato aromën, pak lëngë që mund të qenë. Me që unë nuk kam me patatet, pra ndaj vura që të më ka urdhije se më pak sa, për t'i dhënë një aromë ekstra të veçantë, si kurse kam edhe hudhrën, duke i larguar edhe kmishën e vetë. Hudhra me mirë është ajo hudhra e vogël, e vëndit. Sepse këto janë... Çfarë importohet, sigurisht që ka dhe një lloj pesticidi për t'i mbajtur ato sa më jetë gjatë. Patjetër, sikurse kanë, edhe të gjitha frutat e thata, fasulja, çfarë janë, i kanë pesticidin, gjë që tani ka dalë si urdhër nga AKU-ja që të ambalazhohen. Por do thoni ju, ambalazhohen këto që kanë qenë në përthas? Patjetër që po. Ajo e vëndit mundohet bleni produktet vëndit. Është patjetër që është me vogël, është pak me vështirë për ta qëruar, por është më e freskët, më e shishme, më e shëndetshme. Ja. Bashkë me hudhrën, do t'japi dhe ata aromën e duhur. Vendos kapakun këtu dhe do t'kaloj një lugë salcë. Nëse ju e keni pelte të koncentruar, nuk ka nevoj për asgjë për domaten, asgjë sepse është më e koncentruar, prandaj themi. E vendos. Këtu do të shtoj bishtat e spinaqit. Pakës fare piper. Edhe shfarun bështolla, lulen e finokut, sherebelën, një kanel, specin djeks, si kurse dhe disa kokra domate në salcë. Filloj sërish. Pra për mashurkat ne do presim që ato thjesht të zbuten pak më tepër dhe lëshojnë një aromë tipike. Sa të fillojnë të tjetërsojnë ngjyrën, se mua nuk më duhet që të bëjnë ngjyrë kafë. Thjesht sa të tjetërsojnë ngjyrën. Bimët aromatike. Opa, një sekond. Kemi disa kështu në ujë për t'i marrë komplet të gjitha elementët që ato mund të lëshojnë brenda kësaj gote ose ene me ujë të qelsht. Aq na duhet, një gotë e vogël me ujë. I lë sërish që të bëhen të dyja derisa unë të pres bimët aromatike që kam lënë vetëm në ujë. Rënjët.
E merr ato gjithë tufën, se për sasinë që po përdorim. Pakës ujë. Sërisht. Unë i këtë lutem edhe pakës kripën, se e di që i kam vënë pak krip. Faktikisht përse e kap kështu, sepse duhet ta kapësh, ta rrokësh në mënyrë të tillë. Gishtrinjt, këtu duhet dalin përpara, sepse nuk të lejon që të presësh gishtat. Ja, në murin e gishtrinjve dalin. Sidomos kur kemi thika tempreta shumë. Unë nuk të të shoj të gjitha, sepse janë shumë si mas. Na duhen për recetat e tjera. Edhe kush ngel, nëse na ngel në një pjesë, kam tek, e përdorim. Kam gatimet e tjera që do t'i përdor. Ja. Ka lëshuar aromën. Po të doni ju, shumë e i kaloni dhe në furrë. Shtoj një pjesë. Shtoj sërish, këtu shtoj masën e ujit. Dhe do t'i lëmë të vazhdoj zjerja, të vazhdoj ky proces, duke pritur edhe salcën, qepën më saktë, se duhet zbutet mirë dhe qepa. Spostoj, transferoj të nxerit, spostoj si të dëshironi ju. Tani u bashkuan të dyja, bashkë me salcën dhe një tenxhere me ngjyra ubësot, me proteina të vlefshme për shëndetin. Pra, uji asnjëherë nuk duhet të qëndroj sipër. Se ngel, nuk ka kushta për thithur. Perimeve, pra, më mirë, i shtojmë avash, sa të bëhet shelegu dash, vinë diku për pashkët, po dejmë pashkët nuk do pres bërën bishtajat. Pakës fare krip, edhe... Do e presim që të zjesi shduhet. Ta presim pa tjetër. Për t'ja u treguar të përfunduar. Ndërkohë, do të shkëputemi për një moment promocional dhe rikthehemi me recetën e dytë. Ju presim. Ja ku jemi në pjesën e dytë për të gatuar një tjetër recetë tani për anvisat që sapo na shoqëruan në përgatitjen e mashurkave apo të barbunjave. Po ju themi që po bëjmë një zhvendosje të vogël, po e vendosim edhe në furrë për t'u pjekur, sepse merr edhe më shumë shije, por e na duhet edhe sopa për të përgatitur recetën e dytë. Kështu që në këtë mënyrë, në këtë moment, do ta lëm prapë këtë buqetën e vogël me këtu kanellë. Vajin, dhe ju e dini shumë mirë që sipër unë gjithmonë pakës fare krip, sa për t'i dhënë ato shijen e dur dhe pakës fare piper. Ky është peneli i fundit që unë bëjt e direkte në furrë. Në furrë është para ngrohur, kështu që do vazhdoj aty procesi.